gjithë ato toka që i kam ble, e gjithat punë që e kam ba, e gjithat shtëpi që e kam ndërtu, e gjithat pasuri që e kam lanë, ku mbeti sot? Atëher e sheh njeriu. Atëher e kupton njeriu. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çështja më e rëndësishme është namazi. Shtoni namazet sa më shumë, fali do rekat pak më shumë, që do të gjinden ty në natën e varit, që do të gjinden ty në errësirën e varit. Fal namaze sa më shumë. Një ditë prej ditëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që kalon për një varit, pyet pejgamberi Allahu dhe thot, i kujtan shkivar, kush është i varrosur në këtë vend? Than i filanit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha dëshira më e madhe e ti është si kur të ketë mundësi të kthehet edhe njëherë e ti falë vetëm 2 rekat. Me mujtë mu këthi në dynja edhe njëherë, por çfarë arsye? 2 rekat të letë, 2 rekat të shkort, ti falë ki njeri, është më e dashur për ta, se sa dynjaja dhe çka ka në ta. 2 rekat namaz, shpreson i vdekuri, që të rinjallë t'ja banë Allahut azza wa jall. Me mujtë mu këthi edhe njëherë ta vazhdoj biznesin që e kam pas. Me mujtë mu këthi edhe njëherë ta blej qatë veturën që andër e kam pas. Me mujtë mu këthi edhe njëherë ta ndërtoj shtëpin që e patanis. Me mujtë mu këthi edhe njëherë të martohem me atë vajzën që shumë e kam dasht. Me mujtë mu këthi edhe njëherë, jo, të gjitha këto dëshira bin në ujë, nuk vlejnë ma, e vetë mje dëshirë. Me mujtë mu këthi edhe njëherë, veç edhe njëherë, ti fali spaku 2 rekat. Kjo dëshira me vlakt, e atinve të cilët janë të vërosur, se kur të rinqalë mi baballar tonë, të rinqalë mi sëngjishat tonë, të pysmi dhe të thojnë, qka keni dëshirë të realizonim, nëse ju mundësot 5 minuta të jetonim, thanë 2 rekat namaz, pra dhe të ndërshëm, kjo dëshira e flakt e të vërosore, kjo dëshira e flakt e të vdekore, ndërsa ne jemi të gjallë, e njërojmë kohën, e njërojmë namazin, e harrojmë thirrjen e Allahut azza wa jall. Kurse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush kujdeset për namazin, namazi i tij do të jetë dritë, përse dëshirojnë të fali namaz, ka se e dinë se namazi do të jetë dritë në varrin e tyre. Namazi do të jetë shpatim për ata të vdekurit për Allahut azza wa jall, dhe namazi do të jetë argument se kanë qenë besimtar. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e dëshiron i vdekuri që të kthehet edhe t'i fal 2 rekat të leta, 2 rekat të shkurta, që ju sot nuk i vlerësoni. Tha ajo është në gjendje me dhanë krejt dynjan, veç me ja mundësu Allahu edhe njëherë, me i fal 2 rekat, me fal një namaz, me ju këthi Allahut azza wa jall. Kërkon dëshire madhe për atë i cili ka vdek, është që ti ban ibadet Allahut edhe ma shumë, ti shton të mirat edhe ma shumë. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا